Kryeministri në detyr i Kosovës dhe lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti i ka dërguar një letër kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumira Abdigjiku, duke e ftuar për konsultime para seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës, e cila është planifikuar të mbahet më 15 prill. Në këtë letër, Kurti propozon takime për të mërkurën 9 prill në orën 15 ose të njëjtën 10 prill në orën 9 ose në orën 14. Kjo ftesë vjen pas zgjedhjeve të nënshkurtit, ku lëvizja vetëvendosje fitoi 42.27% të votave, duke siguruar 48 ulëse në kuvendin me 120 vende, por pa arritur shumicën e nevojshme për të formuar vetëm qeverinë. Partitë opozitare, përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës PDK dhe LDK, siguruan përkatësisht 24 dhe 20 ulëse. Megjithatë, shëndrimet më hershme të LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje kanë qenë kundër një bashkëpunimi të tillë. Lumir Abdigjiku ka deklaruar se LDK nuk do të bëjë koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe nuk do të bashkëpunojë me partitë opozitare pa postin e kryeministrit. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka theksuar se nuk do të ketë koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s në qeverinë e ardhshme. Analistët politike shohin këtë lëvizje të Kurtit si një përpjekje për të siguruar mbështetje nga partitë opozitare për formimin e qeverisë së re, duke pasur parasysh mungesën e një shumice të qartë parlamentare. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse këto përpjekje do të rezultojnë në një marrëveshje, duke marrë parasysh qëndrimet e mëparshme të partive të përfshira. Seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës është caktuar për 15 prill dhe deri atëherë negociatat dhe konsultimet mes partive priten të intensifikohen për të arritur një zgjidhje për formimin e qeverisë së re.